Leonardo DiCaprio, Timothy Chalamet dhe emra të tjerë të mëdhenj të Hollywoodit do të garojnë për çmime në Golden Globes, një nga konkurset kryesore të filmit që i paraprin Oscarve. Filmi i DiCaprios One Battle After Another kryeson në ceremoninë që mbahet në Beverly Hills të Kalifornisë. Komedia e zezë tregon historinë e një revolucionari të dështuar që hidhet në veprim kur jeta e vajzës së tij është në rrezik. Aktorë të tjerë në film, Benicio del Toro, Sean Penn, Chase Infinity dhe Teyana Taylor janë nominuar po ashtu së bashku me DiCaprion. Ndërkohë do të ketë çmime edhe për shfaqje televizive dhe do të ndahet për herë të parë dhe një trofe për podcastet. Komediania Nikki Glaser kthehet si prezantuese e ceremonisë për të dytën herë. Ajo tha se personazhet e famshëm të Hollywoodit nuk kanë pse të kenë frikë nga monologu i saj. Prezantuesit e mëparshëm të Golden Globes kanë bërë shaka therse me shumë prej yjeve të pranishëm. Ata nuk duhet të shqetësohen sepse unë kam përgatitur prezantimin tim në mënyrë që të mos i prish natën askujt, tha ajo. One Battle nga Warner Bros do të konkurojë në kategorinë e filmit më të mirë muzikal ose komedi kundër Marty Supreme me protagonist Chalamet dhe komedisë së zezë Bugonia. Gara për dramën më të mirë përfshin Jay Kelly me protagonist George Clooney si një aktor që përballet me trashëgiminë e tij dhe Adam Sandler si menaxherin e tij të përkushtuar. Dramat e tjera të nominuara përfshin interpretimin e Guillermo del Toros të Frankensteinit, filmin horror mbi natyror Sinners dhe Hamnet, një histori për familjen e William Shakespeare. Ndër të nominuarit e tjerë në kategorinë e aktorëve janë Timothy Chalamet, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Jessie Buckley dhe Ariana Grande. Çmimet Globe janë ndër të parat nga çmimet e Hollywoodit për 2026 që ndahen përpara çmimeve kryesore të industrisë së filmit, Oscarve, në mars. Votuesit e çmimeve Globe nuk kanë të drejtë fjalë në çmimet Oscar, por një fitore në Golden Globe mund të ndihmojë në tërheqjen e vëmendjes tek pretendentët e mundshëm.